A ke ndonjëherë ndjerë dorën e tij që të prek kaq lehtë, kaq rastësisht, sa që e gjithë trupi yt u ngrit për një moment, duke pyetur, ishte kjo e qëllimshme? Më lejo të them diçka guximtare që në fillim, kur një burr prek një vend shumë specifik në trupin tënd, nuk është as e sjellshme, as miqësore, as aksidentale. Është dëshirë që ai mezi e mban nën kontroll. Tërheqja rrallë është e zëshme te burrat. Rrallë është verbale, rrallë poetike, rrallë e dukshme. Ajo fshihet në lëvizje mikroskopike në vendet që ai prek, në arsyet që ai përdor për të reduktuar distancën. Dhe nëse ndonjëherë ke pyetur nëse ai ndjen atë tërheqje magnetike për ty, atëherë ai vend i vetëm mund të zbulojë gjithçka që ai po lufton heshtur në gjoksin e tij. Por para se të them se çfarë është ajo, ndalo për një moment dhe mendo për këtë. Pse është kaq e vështirë për burrat të tregojnë dëshirën? Na është thënë gjatë gjithë jetës se burrat janë guximtar, të drejtë për drejtë, pa frikë. Por sapo ndjenjat përfshihen ndjenja të vërteta, të thella, gjithçka ndryshon. Besimi në vetvete thyet, fasada shkrihet, zemra rre më shpejt. Dhe papritmas duar e tyre bëhen përkthyes të asaj që goja nuk guxon të thotë. E ke parë, apo jo? Ajo hezitim i shkurtër para se të prek. Si merr një frym të thellë para se të kërkoj kontakt. Ky tension elektrik që kalon nëpër ty si një rrjedhë e ngrohtë, e heshtur por e rëndësishme. Mendoja se burrat prekin pa vetdije instinktivisht, automatikisht, pa menduar. Por tani e di, kur bëhet fjalë për gruan që ata vërtet duan, asgjë nuk ndodh rastësisht. Ata llogarisin distancën, vëzhgojnë reagimin, zgjedhin vendin që tradhton tërheqjen e tyre pa zbuluar zemrat e tyre. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me romancën, por me biologjinë. Kur një burr tërhiqet nga ti, pjesa limbike e trurit të tij reagon edhe para se të formulojë një fjali. Sistemi i tij nervor vepron më shpejt se mendja. Duar e tij lëvizin para se ai ta kuptojë. Dhe vendi që ai arrin nuk është kurrë aksidental. Në të gjithë botën, në çdo kulturë dhe epokë, burrat instinktivisht arrijnë në të njëjtin vend kur dëshira bëhet shumë e fortë për t'u shtypur. Por ja befasia, ky vend nuk është seksual. Kjo është pikërisht ajo që i bën ata kaq të fuqishëm. Kontakti seksual do të ishte shumë i dukshëm, shumë i rrezikshëm, shumë i ngarkuar. Por kjo pjesë është emocionale, e ndjeshme, intime në një mënyrë që fjalët nuk mund ta kapin. Dhe kur ai i prek ato, ai zbulon dy gjëra njëkohësisht. Së pari, ai kërkon afërsi. Së dyti, ai kërkon leje për të shkuar më thellë. Mund të kujtosh momente të ngjashme kur ai të çoi përmes një dere dhe gishti i tij qëndroi pak më gjallë. Kur ai lehtë e preku të njëjtin vend gjatë një të qeshure pa e kuptuar. Ose kur ai e vendosi dorën e tij atje ndërsa ndanit diçka personale, sikur ai donte të lidhte ty dhe veten e tij në të njëjtën kohë. E ndjeve, apo jo? Ky mesazh i heshtur, i fshehur në një gjest të vetëm. Dhe megjithatë ne dyshojmë. Apo e imagjinoj, apo lexoj shumë në të? Ky dyshim është universale. Gratë janë trajnuar të mos i besojnë intuitës së tyre edhe nëse ajo përshpërit të vërtetën në veshët e tyre. Por tërheqja shfaqet në modele, jo në rastësi. Dhe ky prekje është një nga modelet më të qarta nga të gjitha. Sepse vendi që ai prek përfaqëson më shumë se dëshirë. Ai do të thotë siguri, kurreshtje, besim. Në këtë moment të vogël, por të pa dyshim, kur fryma e tij ndryshon, shpatullat e tij relaksohen ose shikimi i tij zbutet, trupi i tij e tradhton atë. Sa më shumë ai përpiqet të duket i qetë, aq më e qartë bëhet sinjali. Dhe tani ndoshta po pyet, pra, ku është saktësisht ky vend? Do të them, por vetëm kur të kuptosh pse ky vend i veçantë zbulon gjithçka që ndjen. Sepse nëse e njeh psikologjinë pas saj, kur nuk do ta humbasësh këtë sinjal përsëri. Është kurba e butë e pjesës së poshtme të shpinës. Pika ku kolumna vertebrale takon depresionin e butë pak mbi hips, kjo është pikërisht aty ku ndodhet kjo zonë delikate, pothuajse mbrojtëse, e cila nuk është as qartë intime dhe as krejtësisht neutrale.
Kur një burr në fshehtësi të kërkon ty, dora e tij e tërheq pikërisht atje sikur nga një magnet të padukshëm pa e kuptuar pse. Dhe momenti kur dora e tij prek këtë vend, edhe pak, gjithçka ndryshon. Fryma jote ndalet, zëri i tij bëhet më i butë. Për një moment, ka një heshtje të ngarkuar në të cilën askush nuk thot asgjë dhe megjithatë gjithçka është thënë. Pjesa e poshtme e shpinës është ndërfaqja midis afërsisë dhe kujdesit, midis sigurisë dhe dëshirës. Është vendi që burrat instinktivisht e prekin kur duan të ndihen të lidhur pa kaluar një kufi. Psikologjia pas saj është fascinante. Truri mashkullor e lidh këtë vend me 3 gjëra: udhëheqje, mbrojtje dhe leje të heshtur për të qenë afër. Është vendi që ai prek kur dëshiron të ndjehet si të udhëheqë diku edhe nëse thjesht po të shoqëron përmes një turme. Është zona që ai kërkon kur dëshiron të jetë afër teje pa zbuluar shkallën e plotë të trazirave të tij të brendshme. Dhe është pika ku ai ndjen reagimin tënd menjëherë nëse po ngushtohet, relaksohet, përkul ose largohet. Në atë moment të vogël, ai mëson më shumë për ndjenjat e tua se sa 1000 fjalë mund të zbulojnë. Mendo për herën e fundit që një burr e vendosi dorën atje. A e bëri atë butësisht, sikur të donte vetëm të fshinte ndonjë pluhur, apo ai qëndroi pak më gjatë sikur të donte të thithte ngrohtësinë që kishte humbur? Burrat e tradhtojnë veten në këto momente të vogla të qëndrimit. Ata shpesh nuk e kuptojnë as që po e bëjnë këtë. Një burr që nuk ndjen asgjë do të prekë supin, krahun ose dorën tënde zonat shoqërisht neutrale. Por një burr që vërtet të do të gjejë arsyet për të prekur pjesën e poshtme të shpinës. Është ngushtë këtu, lejo më të udhëheq. Kujdes ku ec. Vi këtu për një moment. Në momente të tilla, dëshira e tij bëhet e dukshme. Por këtu fillon konflikti i brendshëm. Shumica e burrave kanë frikë të jenë shumë të drejtpërdrejtë, sidomos me gruan që ata vërtet duan. Kur ai prek pjesën e poshtme të shpinës, ai teston pozicionin. Ai shpreson që ti të mos e kuptosh sa shumë ndjen, dhe në të njëjtën kohë shpreson që ti e ndjen atë dhe e kthen një pjesë të saj. Kjo është arsyeja pse kjo prekje gjithmonë ka një përzierje të besimit në vetvete dhe nervozizmit. Dora e tij është e qëndrueshme, por rrahjet e zemrës së tij nuk janë. Zëri i tij tingëllon i qetë, por fryma e tij e tradhton atë. Dhe ti e ndjen këtë dualitet, dëshirën për të qenë afër teje dhe në të njëjtën kohë frikën për të dëshiruar shumë. Sepse kjo prekje nuk është vetëm fizike, ajo zbulon lidhjen. Një burr që të konsideron një aratisës do të shmangë këtë vend. Ai do të flirtëzoj, do të bëj shaka, ndoshta do të puth, por nuk do ta vendos dorën atje. Ky gjest është rezervuar për gruan, e cila e prek atë më thellë se sa ai kishte planifikuar. Mund të jesh e njohur me këtë ndjenjë. Pjesa e pasme e dorës së tij pushon atje dhe për një rrahje zemre, bota bëhet më e qetë sikur ai po të tërheq lehtë në orbitën e tij, sikur ai dëshiron të memorizoj formën tënde pa u vënë re. Por jo çdo prekje në pjesën e poshtme të shpinës do të thotë të njëjtën gjë. Qëllimi varet nga si e bën atë, sa gjatë zgjat dhe çfarë ndodh më pas. Dëshira nuk manifestohet vetëm në prekje vetë, por në atë që ndodh menjëherë pas saj. A e tërheq ai me ngut dorën si të kishte kapur veten? A e lë atë atje dhe pretendon se nuk ka asgjë të gabuar? A e udhëheq atë vetëm për të lënë gishta e tij të rrëshqasin ngadalë si të mos dëshiron të humbas ndjenjën? Çdo variant zbulon një thellësi të ndryshme të dëshirës. Dhe së shpejti do të kuptosh saktësisht se si të dallosh midis prekjeve të rastësishme dhe dëshirës së fshehur. Por para se të mundesh të zbërthesh nuancat, duhet të kuptosh një tjetër shtresë, atë që shpjegon pse kjo zonë shkakton një përgjigje të tillë emocionale në të dy ata, edhe kur nuk thuhet asnjë fjalë. Ka një arsye pse pjesa e poshtme e shpinës reagon ashtu siç bën kur ai të prek atje. Pse barku yt kontraktohet pak, fryma jote ndalet ose gjoksi yt ngrohet, edhe nëse nuk e kishe pritur. Ky vend është drejt për drejt i lidhur me ekuilibrin tënd dhe ndjenjen e ndjeshmërisë. Atje, trupi yt e percepton instinktivisht se dikush është pas teje ose afër teje.
Kur një burr arrin atje, sistemi yt nervor reagon para se mendja jote ta kuptojë. Ti e ndjen qëllimin fizikisht, emocionalisht dhe pa mundur të shpëtosh. Dhe këtu bëhet edhe më thellë. Burrat e din këtë instinktivisht, edhe nëse nuk mund ta shpjegojnë. Pjesa e poshtme e shpinës është vendi ku një grua në mënyrë të pavetdijshme sinjalizon besim. Kur ai të prek atje, ai nuk po teston vetëm dëshirën e tij, ai po teston tënden. A është trupi yt duke u përkulur në drejtimin e tij? A do të mbetesh neutrale? A do të tërhiqesh? Ai lexon reagimin tënd me më shumë vëmendje se sa do të pranojë ndonjëherë. Kjo është arsyeja pse burrat e zgjedhin këtë pikë kur dëshira bëhet shumë e fortë për ta fshehur më tej, sepse ai u thot atyre gjithçka pa pasur nevojë të tregohen të ndjeshëm. Tani fillon ndryshimi i parë emocional, faza e tensionit. Sepse kur një burr prek pjesën e poshtme të shpinës, ai zbulon një gjendje të caktuar psikologjike. Shumë pak njerëz kanë lejen të shohin këtë instinkt mbrojtës në të. Kjo nuk ka të bëjë me dominimin ose kontrollin. Kjo do të thotë se ai dëshiron të jetë kaq afër teje për një moment sa të mund të mbrojë nga bota, të paktën në imagjinatën e tij. Është kjo përzierje e lashtë e tërheqjes dhe instinktit mbrojtës, diçka që burrat rrallë e shprehin me fjalë, por e tregojnë në gjeste instinktive, të qetë, por të fuqishme. Sikur ai po thotë, jam këtu dhe ndjej diçka për ty, edhe nëse ai nuk e di saktësisht se çfarë është ende. Por dëshira bëhet e padyshim në atë që ai bën menjëherë pas kësaj. Këtu fillojnë dallimet të marrin kuptim. Nëse ai prek pjesën e poshtme të shpinës dhe tërheq dorën menjëherë, pothuajse i frikësuar, atëherë ai nuk donte të jepte asgjë. Tërheqja e tij ishte më e shpejtë se vetë kontrolli i tij. Ky tërheqje është dëshirë e përzier me frikën se do të shohësh të vërtetën. Megjithatë, nëse dora e tij mbetet atje qetësisht, sikur ai vetëm dëshiron të udhëheqë, ndërsa gishti i tij qëndron më gjatë se sa është e nevojshme, atëherë dëshira bëhet e vetëdijshme. Ai e di se dëshiron ty. Ai e di se nuk duhet ta tregojë shumë shpejt, por ai e lejon prekje ekzistojë sepse nuk mund ta parandalojë atë. Trupi i tij tradhton ndjenjat që ai ende nuk i ka shprehur. Dhe pastaj ka variantin më të qartë, kur ai të prek, të udhëheq dhe gishti i tij kalon butësisht mbi lëkurën tënde ndërsa ai lëshohet, sikur nuk do që kontakti të përfundojë. Atëherë ai vërtet të shijon. Momenti kur dëshira e tij është e padiskutueshme. Me delikatesë, ngadalë, pothuajse me nderim. Një burr që nuk ndjen asgjë nuk do të lëshonte në këtë mënyrë. Këtu fillon ndryshimi i dytë emocional, lëshimi, zbutja. Sepse ai nuk e prek vetëm shpinën tënde, ai qëndron aty. Burrat shpesh e prekin këtë vend kur janë të mbushur me atë që ndjejnë. Kjo i ndihmon të qëndrojnë të pranishëm, të lidhur, të qetë. Është versioni fizik i një frymëmarrjeje të thellë. Mund ta shohësh në qëndrimin e tij. Supet e tij bien pak, zëri i tij merr një ton më të butë, shikimi i tij bëhet më i ngrohtë, më i sinqert. Ndonjëherë ai shikon larg për një moment, jo nga mos interesi, por sepse duhet të rregullojë shpërthimin emocional që kjo prekje ka shkaktuar. Dhe pastaj ka diçka tjetër, diçka që mund ta kesh ndjer por kur nuk e ke emërtuar. Kur ai të prek në shpinën e poshtme, ai gjithashtu kontrollon nëse ti e percepton atë në të njëjtën mënyrë që ai të percepton ty. Burrat rrallë rrezikojnë të tregojnë dëshirën e tyre nëse nuk shpresojnë që ti të përgjigjesh. Kjo na çon në ndryshimin e tretë emocional, tensioni i qetë midis jush. Ky moment i fluturimit pas prekjeve, në të cilin askush nuk lëviz, heshtja e ngarkuar, pyetja e pa thënë, një heshtje që duket pothuajse e zëshme. Ajo po pret frymën tënde, reagimin tënd, energjinë tënde. Diçka në të kërkon konfirmim para se të guxojë të dëshirojë më shumë. Dhe këtu shumë gra e nënvlerësojnë fuqinë e tyre, sepse si reagon në atë moment të vogël, të ndjeshëm do të përcaktojë se çfarë do të bëjë ai më pas. Nëse ai afrohet ose tërhiqet, nëse ai rrezikon më shumë ose fsheh gjithçka. Shpejt do të kuptosh se sa shumë përgjigjja jote formon tërë dinamikën midis jush,
dhe si mund të lexosh shtresën e ardhshme të dëshirës së tij më qartë se kur më parë. Çfarë ndodh pas momentit që dora e tij largohet nga shpinën e poshtme tënde është e injoruar nga shumë gra. Megjithatë, ky është pikërisht shenja më e qartë se sa e fortë është dëshira e tij, sepse ajo nuk zhduket në momentin që kontakti përfundon, ajo përhapet brenda saj. Mund ta shohësh në frymëmarrjen e tij, në qëndrimin e tij, në shikimin e tij. Është sikur ai po e ripërjeton këtë moment në mendjen e tij. Nëse e shikon me kujdes, e gjithë energjia e tij ndryshon. Zëri i tij bëhet pak më i thellë, më i butë. Shikimi i tij qëndron mbi buzët ose supet të tua për një moment më gjatë para se të detyroj veten të shikoj larg. Lëvizjet e tij bëhen më të ngadalta, më të qëllimshme, sikur duhet të rikthejë qetësinë e tij. Këto ndryshime të hollësishme janë pas goditjet psikologjike të kësaj prekje. Dhe nëse ndonjëherë ke ndjerë diçka të ngrohtë, magnetike që ndihmohet midis jush sapo ai të ka udhëhequr përmes një derë ose të ka prekur në një turm, nuk ishte imagjinat. Ajo ishte dëshirë që kishte zënë rënje në gjoksin e tij. Këtu fillon ngjitja e parë emocionale në seksionin e fundit, sepse e vërteta është, një burr rrallë e prek shpinën e poshtme nëse nuk po kërkon një lidhje të thellë brenda tij. Dhe nëse e bën këtë më shumë se një herë, nëse ajo përsëritet natyrshëm, pa përpjekje, pothuajse pa vetdije, atëherë dëshira e tij bëhet një model, jo një rastësi. Do ta vësh re se ai do të gjejë arsye për të qenë afër teje, se ai qëndron në një mënyrë që dora e tij aksidentalisht bie përsëri atje. Nuk është mjaft guximshëm për të qenë një konfidencë, por shumë e qëllimshme për të dukur e pafajshme. Është hapësira midis në të cilën dëshira është e fshehur. Dhe këtu qëndron pika më e thellë e realizimit, ti je shkaku i këtij sjelljeje. Burrat nuk dëshirojnë çdo grua, ata dëshirojnë atë që aktivizon sistemin e saj nervor në një mënyrë shumë specifike. Ajo që i bën ata të shqetësuar. Qeshja e saj rezonon. Aroma e saj mbetet në mendjen e tij shumë pas largimit të saj. Dhe ndërsa ajo dëshirë rritet, shpinën e poshtme tënde bëhet qendra e gravitetit të saj, vendi që prek kur fjalët ishin shumë të rrezikshme. Tani ritmi po ndryshon drejt zbulimit, sepse dëshira e tij bëhet e padiskutueshme kur ai fillon të pasqyrojë pa vetdije reagimet e tua. Kujdesi për atë që ndodh kur ti e mbështet veten në prejen e tij. Nëse ai rregullohet pak, frymëmer më thellë ose pa vetdije afrohet një hap më afër, ky është momenti kur fasada e tij bie. Një burr mund të bëjë sikur është i sigurt, ai mund të luajë me sharm, por ajo që ai nuk mund ta falsifikojë është impulsi instinktiv për të reduktuar distancën me gruan që dëshiron. Dhe ka diçka tjetër. Kur ai të prek në shpinën e poshtme, ai të ngulitet forma, ngrohtësia e lëkurës tënde, butësia në gishta e tij. Është një ngulje e heshtur që ai e merr me vete, pavarësisht nëse e pranon apo jo. Kjo nuk është thjesht dëshirë. Kjo është një lidhje që formohet në të njëjtin moment. Këtu zhvillohet ndryshimi i dytë emocional, njoja e qetë brenda vetes. Sepse nëse frymëmarrja jote ndalet, zemra jote kalon një ndalesë të shkurtër ose trupi yt përkulet pa vetdije, kjo është gjithashtu një sinjal i qartë. Tërheqja nuk është kurrë një anshëm. Ajo është një shkëmbim, dhe hapësira midis jush pas asaj prekje bëhet një fushë tensioni, aq e prekshme sa ndihesh sikur lëkura jote mund ta dëgjojë. Biseda mund të vazhdojë normalisht, por diçka pulsionon nën sipërfaqe. Ai e ndjen atë, ti e ndjen atë, askush nuk e emërton atë, por ajo ndikon në çdo shikim, çdo pauzë, çdo moment në të cilin sytë tuaj takohen një prekje pak më gjallë. Dhe pastaj vjen ndryshimi i fundit, tensioni, sepse prekja në shpinën e poshtme nuk është fundi i sinjalit, por fillimi i tij. Sa herë që ai ndjen këtë shkëndi, ai fillon të tregojë dëshirën e tij në mënyra të tjera, më të hollësishme. Nga mënyra se si pozicionohet më afër se sa është e nevojshme, nga qëndrimi i tij më i vëmendshëm, nga mënyra se si dora e tij mbetet afër teje, sikur po pret një justifikim tjetër për të kaluar distancën.
dhe ndërsa dëshira e tij bëhet më e fortë, shenjat bëhen më intensive. Prekjet e tij më të synuara, zëri i tij më i butë, vëmendja e tij më e përqendruar. Ai do të përpiqet të fshehë se sa shumë të do, por trupi i tij e trajton atë shumë përpara se ai ta kuptojë. Pra, pyetja e vërtetë nuk është nëse ai të dëshiron, por nëse ti e percepton shenjat që ai ka dërguar për një kohë të gjatë, ato që ai nuk është as vetëdijshëm për to. Dhe njëherë kur ti vërtet i sheh ato, do të kuptosh se prekja në shpinën e poshtme është vetëm dera e parë, hyrja në psikologjinë më të thellë të dëshirës mashkullore. Dhe ndoshta po pyesni se çfarë sinjalesh të tjera ai tashmë ka dërguar pa e ditur.